Le të flasim për Sunny Hillin, festivalin e babës së Dua Lipës, festivalin e babës së Tigrit, kryetarit të komunës përparim Ramës, festivalin që po na e ndres imazhin e Kosovës. Përparim Rama e shpalli fitoren e madhe ndaj kundërshtuesve të këtij festivali. Dhe kishte të drejtë. Kritikat u heshtën, vetëvendosi Elshoj Bajrakun, krejt të tjerët u heshtën. Përparimi e vazhdoi rrugën i vetëm, si fitimtar. Janë ndau 200.000 euro vitin e kaluar këtij festivali, 150.000 si vjet. Më herët, qysh ndoshta e dini, janë ndau edhe 17 hektar prej tokës komunale. Përsëri heshtje. Dhe më e rëndësishme është se krejt këto ja dha duke pas konflikt interesi. Konflikt interesi i shpallur prej agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Përparim Rama kishte pas raport biznesor me Dugazhin Lipën. Dhe kjo është ndaluar, si në Kosovë ashtu edhe në vendet të tjera. Por përsëri heshtje. Të flasim veç pak për festivalin dhe pastaj kalojmë te çështja kryesore. Çmimi i biletave ishte xehër. Çmimi i pijeve, ushqimeve ishte skandaloz. Skandaloz në raport me standardin e Kosovës. Skandaloz sepse ishte një shpërfillje lig e realitetit tonë socio-ekonomik. Përsëri s'foli kush, e me përshpërimat e tyre, ndoshta thanë mirë se s'erdhën fukaret, mirë se s'erdhën barfanjakët. Ata steshat mira s'ka me andres imazhin Kosovës. S'ka lidhje që festivali po mbahej në tokën e tyre, s'ka lidhje që po mbahej me parat e tyre. Pra në tokën komunale, me parat e komunës, e përtej këtyre përshpërimave klasore, përsëri heshtje. Ndërkohë, cila ishte cilësia, sipas pjesëmarrësve me të cilët kam bisedu, ishte edhe më keq se vitet e kaluara. Pa kurfar investimi të ri, pa kurfar skene të re, me parkingje skandaloze, me infrastrukturën përgjithësi në nivel skandaloz. Të flasim veç pak edhe për Dua Lipën. Besoj pajtoheni që po të mos ishte Dua Lipa, as do të kishte fare festival. Ndoshta ajo s'është organizatore, por emri i saj përdoret që me organizu festivali. Atëherë janë dy fjalë janë të rëndësishme edhe për të. Ne krenohemi me famën që e ka dhe krenohemi me krenarin që ajo e ka për rënjet e saj. Por cilat janë këto rënjë? Varet prej cilit vit. Në vitin 2023 ajo ishte kosovare, por në vitin 2022 ajo ishte nga Shqipëria. Këshyreni këtë publikim të BBC-s, në rëmend BBC-s, në vitin 2022. Në këtë publikim ajo prezantohet si një këngëtare me origjinë nga Shqipëria, britanike me origjinë nga Shqipëria. Aty thuhet edhe një pavërtet, komplet e pavërtet, që familja e saj u rikthye nga Londra në Shqipëri. E ne e dim që i është rikthyer në Kosovë, jo në Shqipëri. Por vëmendjet e viti është 2022. Çka po bëhej në atë kohë? Në atë kohë po zhvillohej lufta për pronën në Bërnicë, për këta 17 hektar. Pra edhe identiteti i Dua Lipës u vu në pazar për këtë tokë. Jo në pazar në kuptimin klasik, por në përpjekje që me fitu këtë tokë. Qysh e dim, edhe Sunny Hilli si festival shkoi në Tiranë, e hoqi traditën e organizimit në Prishtinë, Dua Lipa e mori pasaportën e Shqipërisë, e blen si familja dhe një pronë në Shqipëri e kështu më radhë. Pra, edhe identiteti u bë vlerë e pazarit. A e përmendi dikush këtë epizod? Jo, nuk e përmendi. Të flasim veç një 2 sekonda edhe për dorëlirësinë e përparim Ramës me prona publike. A e pat me çfarë dorëlirësie ja dha pronën Dugazhin Lipës me cilin kishte pas raport biznesor. Nuk u tregu kështu me disa familje të dobta, me disa qytetarë të dobtë të Prishtinës, pikërisht gjatë muajit korrik. E kemi pa në lajme se sa dështrënguar tregoi, se sa jashpër tregoi me familje të ndryshme që sipas tij e kishin uzurpu pronën e komunës. I largonin prej shtëpisë, prej banesave në cilat kishin jetu për vite me radhë. S'po themi që duhej me jetu ende aty. Por mënyra që u larguan dhe mënyra që reagoi përparim Rama ndërlidh me Dugazhin Lipën, bën kontrast të thellë. Mirë, po ndoshta e kam gabim këtu. Ndoshta imazhi është i shenjtë. Po, ashtu po thonë, është çështje imazhi.
Festivali po e ndres imazhin e Kosovës, po na paraqet mirë para ndërkombëtarëve, paktën para atyre që ngojnë pop muzikë. Hajde të flasim pak për këtë punë, që ne mendojmë se është më kryesorja këtu. Qeqysh e shihte imazhin, Vartësi i përparim Ramës, ishte kryetari i komunës së Prishtinës. Prishtinasit, ose Prishtinalit, merri qojnë Londër, vendosin në qendër të Londrës, ata nuk dallojnë prej londinezëve. Nuk dallojnë. Unë jam i bindur që ky është botë kuptimi i cili e ndërton murin para kritikave për Sani Hillin dhe për Parim Ramën në këtë drejtim. Një botë kuptim i cili është thellësisht provincial, pra ngushëtësisht imazhist. Një botë kuptim që e përçmon gjithçka që është autentike, gjithçka që është e jona, që provon që na mos me pas dallim prej anglezëve, francezëve, gjermanëve, që mos me pas kurfar ndryshimi me ta. Është një botë kuptim që na paragjikon për mënyrën qysh dukemi, qysh flasim, qysh vishemi, e paragjikon thekset tona, frazat tona. Provon që gjithçka autentike të shqiptarët e Kosovës me falsifiku, që me i përngja asaj çka ata e shohin si kulturë e lartë. Për këtë arsye, gjithçka që shohim tek këta njerëz është falsifikim. Ndërkohë, të huaj që vinë në Kosovë, na pyesin për gjërat tona, na pyesin për autenticitetin tonë. Duan ta dinë kush jemi ne. Duan t'i njohin ndryshimet tona prej tyre, jo ta shohin veten e tyre te ne. Ne e kemi përbrendsu shikimin e tjetrit fashist për neve. Ne e shikojmë veten ashtu siç na sheh dikush i ekstremit të djathtë. Dhe prandaj duam të asimilohemi, të mbesim vetë simbolikisht shqiptarët Kosovës. Mu për këtë arsye Sani Hilli nuk është festival që mbetet te muzika e argëtimi i trive e kështu me radhë. I te kalon ata kufi. Ai është bërë vegull e një metanaracioni për luftën kundër asaj që shihet si primitive. Është armë në luftën imagjinore të qytetërimeve. Dua Lipa shefqet Krasniqi. Kjo është hajgare, por është e vërtet. Kështu shihet Sani Hilli dhe si till pëlqejet. Natyrisht nuk i pëlqen krejt kombi ton, muzika që luhet aty. Jo është për shkak të shijeve, por edhe për shkak të formimit, edhe për shkak se kemi dëgjuar muzikë tjetër, shumë e thjeshtë. Mirë po bëhemi sikur na pëlqen, ose nuk flasim thjesht, për shkak se është përtej muzikës. Është pjesë e luftës që ne e mendojmë mes qytetërimeve. A do t'jemi Evropë, a do t'jemi me Orientin. Mos më keq kuptoni, s'dua që të mos ketë festivale të tilla. Bile dua që të ketë sa më shumë. Ta zëm edhe në tokën që ju dha Dua Lipës, është mirë të ketë edhe në ato 362 ditë që nuk shfrytëzohet, festivale tjera që i bëjnë njerëz të Kosovës, por edhe ndërkombëtar, pse jo? Pra, të mos shfrytëzohet vetë 3 ditë nga 365 ai ka viti, por edhe në ditë tjera. Dhe jam sidomos kundër festivaleve që janë tepër sensitive ndaj kritikës, që se durojnë kur qysh kritikën. Qysh festivali muzikës, festivali njerëzve që duhej me qenë mendje hapur dhe nuk është mendje hapur. Nëse, unë juftoj që ta bëni like magazinën tjetër, e cila vazhdon me operu në baza vullnetare, pra s'ka kurfar agjende dhe nuk paguhet prej askujt.